Një element. Frek, do thotë, s'ka 2 ditë, një djalë po thotë, pa leka i ka vjedhë, tha, 53 milion euro. U akuzu dhe ka qenë gjykatë themelore. Nuk e kam për me mbrojt kolegun tim pa leka, po është njerëzish me të thuat e vërteta. Ai ka qenë në rastin e 53 milion, që do thotë bëjmë mend çfarë urrëtie, çfarë nxitje, çfarë shpifje keni bën për vite me radh, kur e dini të vërtetën. Me byroën e konfiskimeve, mujna me fol sa do. Faleminderit se kaloj koha. koha. Sepse mirë këtë çështje, po se kemi këtu. Ti nuk e di atë që kemi kaluar. Faleminderit shumë se kaloj. Ti e di shumë mirë. Jo, e di shumë mirë, po. Çka ke kaluar? Kosova shkon në zgjedhje. Çka ke kaluar zonja Kryeziu? Çka ke kaluar? Çfarë byroja e konfiskimeve? Zoti Bislimi. Unë me ty nuk flas, por ti nuk jetu e ditë as procedurën. Jo, më kam nuk e di më nuk e një atë çështje. Shkojmë tutje. Natyrisht Kosova shkon në zgjedhje. Për herë të parë Kosova shkon në zgjedhje. Ju lutem. Është dallimi mes Për herë të parë Kosova shkon në zgjedhje.